Klubin e Mëngjesit. Bona, më duhet ta pranoj, edhe pse jam shoqja Rosalindës, që je shumë e lezetshme, domethënë. Edhe se ka nga West Side Family, s'dua ta pranoj, por e pranoj. Jo, në fakt në fakt këto emisione i regjistroni ju apo jemi live o shpirt? Jo, do të thënë se me den që mos i dëgjoj Rozana se po doli. Jo, nuk po ka dëgjoj këtë. Nuk ka lidhje. Shikoj se këta bëjnë gjithmonë shaka me mua, por unë nuk e shoh si ka reaguar Rozana kur i dërgove mesazhin. Si, ma tregoni. Jo, Nita. E pashmi se e kam video. E ka postuar. Dola dhe mis kombinati. Po thoja që nëse do ta kishe provuar ti kishe dërguar edhe një mesazh nga divani aty me sy do ta lexonte, po hajde. Hajde Nida, bollu arxove. Nëse do të jepej mundësia që të bëje një reflektim sa i përket lojës tënde, si do ta kategorizoje dhe a ka ndonjë pendes ose diçka që mund ta kishe bërë ndryshe? Nuk do ndryshoja asgjë, edhe sepse loja ime ka qenë e vërtetë, e sinqertë, nuk kam pasur lojë me thënë të drejtën, edhe nuk kam çfarë ti ndryshoj. Vetëm gjë që ndoshta keq kuptohet nga Bona është se aty në shtëpi, nëse ti nuk e ngre zërin, nuk të dëgjon njëri. Nëse ti flet me zë të ulët, siç po flas unë tani, nuk bën njëri muhabet me ty. Aq më tepër debat fare, domethënë. Edhe unë kisha vënë re diçka që nuk vinin asnjëherë për të folur me tonalitete të ulta, të diskutonin kështu qetësisht, por Gerta vitet gjithmonë me fjalën e fundit, vetëm me sharje. Ashtu përfundonte ai debat. As debat nuk ishte, thjesht kishte kështu luftë fjalori kush shan më mirë dhe më bukur dhe me elegancë dhe me klasë. Kështu që e vetmja gjë që më ka edhe mua faktikisht më thoja, po pse ne duhet të përdorim këtë tonalitet të lartë, sepse ishte Laerti që artist, Rozana artiste, Gerta gazetare, kishim edhe regjisor, aktor të tjerë, edhe starti i tyre ishte shumë i vrullshëm. Nëse mbani mend që në puntatën e parë që në prajmin e parë filluan duke u lëritur, mua më kishte në mendoj situata me Xhibanin, dhe unë shkreta as nuk e dija fare, domethënë unë e përjetova keq dhe ndava me ato që doja ta ndaja. Domethënë ke bërë gjëra të mira në këtë edicion, ke kthyer dhe Xhibanin dhe Jozën. Po, ato u kthyen vetë, me thënë drejtën. Po prej teje. I solli Gjesi. Jo, flas që në fillim kur Xhibani pa akuzoi dhe tha do lë shtëpinë. Po, Xhibanin e kam ndaluar 3 herë që të mos ikte nga shtëpia. Jozin e kam ndaluar një herë se një herë s'bëri të vështirë. Nuk është se kam nguli që të dilte. Nuk u lodha fare, domethënë nuk më lodhi. Thash do rish këtu dhe pike dhe tha nuk e diskutoj, do ri. Xhibani ka pas disa momente të vështira sepse ai është një djalë shumë emocional. Unë kam kaluar, me thënë të drejtën, momente shumë vështira me Xhibanin. Debatet forta, po sikundërisht se kam kaluar momente shumë të vështira, debatet forta, edhe në ofeza të mëdha, po ashtu kam kaluar dhe momente shumë të bukura me Xhibanin, sepse Xhibani sa shpërthente, vinte mbas 1 orë, 2 orë, 3 orë dhe të kërkonte falje edhe të përqafonte dhe thoshte që duket si një libër i hapur, pra ai atë që shef ai është. Është, domethënë Xhibani ishte pak i pa parashikueshëm, se sa të thonë të kam shpirt, të kam zemër, të kam motër, të kam jetë, se ndryshuan ndjenjat, i kaluan kështu edhe isha i qetë atëherë, domethënë ishim shumë shok. Ishit më shok. Ku shkuan ndjenjat? Ikën te Danja. Ikën te Danja, qëndruan aty dhe mua më kishte shoqja. Motër. Pa, më bë motër e vlla. Shumë mirë. Se aty o do bëhesh e motër. Ti ke pas përballje shumë me Gjestin. Pastaj the që Gjesti do ta fitoj Big Brother. Pse mendon pikërisht Gjesti?
Tani Gjesi kur erdhi në shtëpi, sërish unë isha ajo që besa duket e kishte në shënjestër për ta sulmuar dhe që kur hyri mu bë mastiç nga mbrapa, më ndishte kudo, duke më ngucur në ngucjen e Gjestit. E provoj disa herë, e provoj duke përdorur një herë që unë po e joshja Gjestin si mashkull. Se imagjinoj do të bonën me Gjestin më shumë. E kupton ti tani? Dhe do kisha dashur shumë të kishte një femër në krah në lojë si puna ime se as ngushtë doja kishte sjell Gjestit sa s'ka më, po fatkeqësisht dhe fatmirësisht për Gjestin i qelloi të kishte Eglin edhe kështu që e kishte lojën e lehtë. Dhe më pas vijoi me grisjen e fotografisë që më nxio. Ju përgjërova ju përgjërova, po nuk pati mëshirë fare, domethënë. E grisi me qetësinë më të madhe. Por më pas, bëri dhe disa lëvizje të tjera me kapelën, e mori, e vuri në kokë, kapelën e babit. Por Gjesi ka diçka. Gjesti është mbas këngëve të Jozit dhe koncerteve që ne bënim, që mua më falnin shumë kënaqësi, ishte pikërisht Gjesti që mua më bënte përqeshur në atë shtëpi. Gjesti kishte mision, domethënë vinte të nguste dhe thosha krijova situata, por nuk krijova. Do dalin prajma apo jo me këtë situatë që krijova. Domethënë ai të nguste dhe ikte dhe vinte dhe thoshte, si shumë të mërzitme jam të pa, edhe unë këtë mërzi se ti e ke, du me nda me ty, du me vujt me ty, du me të ba me kesh, thosha. Do qajm bashk, do qeshim bashk, do rrim bashk, derisa ty të shoh lumtur. Edhe ai nuk donte të çitet mërzit. Po, ai të gacmonte dhe të vinte të kërkonte edhe falje në mënyrën e tij. Edhe ne ai fliste gegnisht, unë gegnisht edhe shpeshherë ma kujtonte. Domethënë ti dhe dialektet të mbetën pak se po. Të mbetën pak këto dialektet, mos e i bër kështu super e famshme në rrjet. Jo më se këtë kjo dialekteve, si ndryshonin dialektet. Për 1 minutë isha te posku ku dush ti domethënë. Dgjoj. Edhe për ta përfunduar me Gjestin, edhe dhe Gjesti Besart Kelmenti është djali më fani, më simpatik në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 dhe unë uroj me zemër që ai ta fitoj Big Brother VIP. Ne kemi pasur biseda të gjata kohët e fundit me Gjestin, kemi biseduar dhe jemi hapur shumë me njëri tjetrin, me bisedat tona shumë të sinqerta, por edhe shumë konfidenciale. Dhe realisht unë mendoj që e meriton Gjesti, se kemi një Rozan që shoqja Jonidës, domethënë. Po Loreni këtë më bet më jashtë studios. Domethënë nuk e meriton absolutisht, është një dinake, një manipuluese. U shkrinike. Jo, se po mendoj që mund të jetë era fundit tek Pardon My Friends. Jo. A vërtet? Jo. S'ka problem. Okej. Nuk ka problem se unë ta shaj dhe më rënd Rozana. Vazhdo. Jepi. Edhe realisht uroj dhe shpresoj që po një finale imagjino midis Laertit dhe Gjestit bash. Thellë në zemrën tënde. Sa po e tha për Rozana Gjesti. Ta lëm si mua. Rozana Gjesti mendoj. Nuk besoj që po nëse do dilte Laerti. Nuk besoj që do të jetë në dyshe thua. Laerti në dyshe. Sepse Laerti vetëm me Valbona Mhillin mund të kishte siguruar ndoshta dhe fitoren e Big Brother VIP Albania 4. Në dyshe po nuk diskutoj, domethënë, po do ishim aty kokë me Gjestin. Kështu që e ka humbur këtë betejë. Edhe çudi e madhe, nuk e kisha pritur kur që Laerti që e kam bërtitur fort. Laerti është Laerti, nuk është më Laerti, po është Laert Trathari, Bespreri. Bespremi, siç thon çun. Bespremi. Tani Valbona dalim pak te zona e nxehtë. Laert Bespremi. Po, sigurisht që për ti e keni parë Laertin sa happy ka qenë sot, ha?
Që do parë veti? ndryshime? Jo, sot nuk I kam ndjekur me thënë të drejtën. Edhe kërcente kështu me Rozanën, ata që nuk flasin, nuk vjen, mbajnë kështu. Man Mojonita, se ku I ke gjetur my mot. Une. Shpunga unë ta. Po le të përqafojmë. Le të kërcejmë, shpunga unë ta. Valvona ti e di shumë mirë që personazhet e Big Brother VIP janë më të komentuarit, jo vetëm të momentit në mediat, në top media, por edhe në çfarëdo lloj portali të mundshëm dhe gjithandej. Në deklarata të ndryshme shumë personazhe japin opinionet e tyre sa I përket banorëve dhe për ty. Çfarë kanë thënë për mua? Është shumë e freskët, është thënë pikërisht në këtë studio nga Milaim Zeka. Ka thënë pikërisht kështu. Njerëzit që më kanë zhgënjur më së shumti në këtë Big Brother, një prej tyre është Valbona, të cilën e kam pasur shoqe, më ka zhgënjur loja e saj, absurditeti, dhuna, vulgariteti, madje ka deklaruar që Ka deklaruar shumë gjëra, po ti të zonin e nxehtë nuk e përfundon. Nuk e mban dot leji që ka deklaruar gjithashtu që ti në fakt e ke një lidhje jashtë dhe ai është 100% I sigurt për këtë. Milaimi kështu. E tha Junita, jo. Atëherë, Po pse se thava I emrin si gjithë tjerët, pse na lë kështu. Mua më vjen shumë keq që Milaimi është zhgënjur nga unë. Unë realisht kam një respekt shumë të madh edhe për Milaimin edhe për bashortën Edën. Edhe sa herë kam qenë, sa herë më çdon mundësia për t'i takuar, I kam takuar, edhe kam konsiderat shumë të lartë. Megjithatë, ato që I siguroi Milaimit, edhe ai e di që unë jam një vajzë veriore, e di parimet e mia, edhe e di se çfarë vajze jam. Unë në shtëpinë Big Brother VIP Albania 4, jam futur dhe kam qenë një vajzë pa një lidhje jashtë, edhe nuk kam lidhje, domethënë unë nuk kam dikë jashtë, domethënë mua nuk më priset dikush jashtë. Për këtë e siguroj Milaimin, edhe për gjithë ata të cilët kanë folur për një lidhje time të mundshme jashtë, do doja shumë që këtë lidhje ose nëse kanë diçka tamam nëse e din të sigurt. Ta thon, pa diskutim që unë me Milaimin ashtu siç ai bën bisedat e tij me mua dhe unë kam bërë bisede me të. Unë nuk jam futur në Big Brother VIP sa linda, sa më bëri mami dhe vajtet e Big Brother VIP. Do me thënë, unë kam pas raportet e mia jashtë. Edhe për kjo do thotë që ato raporte kanë përfunduar ose kanë qenë të përfunduara kur ti ke hyrë aty. Ndoshta Milaimi nuk është updateuar me të rejat e fundit në jetën tënde personale. Shumë kohë është Milaim. Kështu që është e mira që përpara se të bësh përpara se të bësh deklarata, bëj update. Të prisje ose të shkoje në shtëpinë time, të takoje Sofinë dhe t'i thoje more vajza jote a vazhdon më me filanin apo s'është më. Nëse vazhdon më ta thoje Milaim, nëse vazhdon, nëse është të bëra lëmsh, nëse është tuje, nëse s'është thuaj gjithsesi. Jam je. Po më e çuditshme është, unë ftoj pak unë faktikisht edhe nuk kam dashur ta prek, po më qenë se jemi shumë happy, shumë fani duke kaluar me ju këtu. Tudia më e madhe ka qenë një vajze me emrin Shqipe, që besoj që do të ndeshem ose do ta kem në fan club, ka marrë vesh që është aty, që flet me bine më të madhe, që unë kam foto, video të lidhjes së Valbonës. E para, e nderuar Shqipe. Nëse do ta kesh në fan club përballjen me të, po. Po, nëse do jetë aty, po ja jap këtu dhe kur t'jem atje thjesht nuk do I flas fare. Nëse kur merr përsipër për të folur për Valbonën, për Jonidën, për Arbrin, nuk është nevojë që më dalësh bësh telenovel një muaj, domethënë. Unë e di, unë I kam, po unë se them dot se është shumë konfidenciale, thuaje. Do me thënë kush di gjë për mua, bashkë me Gerda Gixharin të dali që tani dhe ti thot të tëra.
more me video, more me foto, more me emër, mbi emër, adresë shtëpie, çfarë makine ka, po ndoshta s'ka makinë, ndoshta ka bicikletë, çka ka gjetë, motor, monopat, siç thoshte Loredana, ndonjë papaç diku rrotull, po thuaje moj motor, mos e mbaj një muaj, thuaje nuk më rritet bona. Kështu që të gjithë ata të cilët dalin edhe hedhin helm fund ditës, nëse ke diçka thuaj mo, mos pse duhet i lësh shu. Po, në pritet madhe. A thu ti, unë kam qenë lidhur me Brad Pittin apo me Donald Trump. Ato se dim se unë jam se në fakt je çik më me Melania Trump. Unë në fakt po e pres Donaldin, po nuk e di ku është. Është i zënë për momentin me sozin tënde. Albona, kush është lojtari më i mbi vlerësuar në atë shtëpi? Më i mbi vlerësuar? Po. Nga kush? Nga ne? Në përgjithësi që edhe nga ju, që mendoni për shkak se ka ecur kaq shumë, nuk e kuptoj çfarë taktike ka përdorur ose çfarë bën ende në shtëpi. Po ke lojtar aty faktikisht se për ironi gjithë atë buj që për ironi të fatit i ke akoma aty, domethënë, i ke ne ishim në një shtëpi shumë të madhe, të bukur, luksoze, që ne, disa nga ne që kishim shumë situata, nuk na u dukte si një resort për të kaluar pushimet, kurse ke nga ato banor që për 2 muaj e gjysmë ka qenë thjesht një resort. Si për shembull? Si për shembull, ti ke Aldon aty brenda, ke Danjan, ke vetëm 2 javët e fundit të cilët kanë po çfarë kanë bërë ata, domethënë kanë dalë dhe kanë thënë ti Aldo, më duket që më pëlqen ti mua, domethënë pas 2 muaj e gjysmë, sytë tu më tregojnë diçka tjetër. Nga ana tjetër del Aldo dhe i thot Danjës, Danja, ti ke flirtuar me Laertin. Edhe ne tani bëha gjërotia. Një dy shashka i pas kanë hedhur. Se ne po e prisnim shumë seriozisht si çfarë. E pa dhe bukur shumë i suspas. Ishte gati si poezi, dhe vjen Aldo tek unë. Unë me qëtësi më të madhe. Aldo me ty do dilte kokën kokë. Po tani qëtësi prap. Edhe më thot Aldo, po të vjen sor, ti duhet të zjesh me Danjën. Pse edhe mund, çka ngjar? Po të vjen turp ti. Ti në vend se të çohesh dhe të shkosh si kërkosh llogari Danjës, pse ka flirtuar me Laertin, ti ri këtu moj, s'të vjen zor. I thash Aldos, po unë nuk kam parë një gjë të tillë, kështu s'kam se reagoj, domethënë. Dhe Aldo atë momente u ndjej shumë keq, sepse po priste një përballje. Po mirë, çfarë fitonte Aldo se ziheshit ju të dyja? Pra Aldon kolltuk duke nisur do ishte. O zemër, po nuk dilin domethënë doin kapnin primin, domethënë me bonën. Unë mendoj se ti ke pas strategji, zemër. Nuk e shënash, e di pse, ka qenë nga të para që solli një muhabet të jashtëm dhe ka qenë me Gertën, e mbaj mend shumë mirë për po jo Moniko, çfarë strategjie me. Po nëse do hyj do marr një makinë, do bëj, e thash bravo. Jo, ose ishte shumë spontane dhe ishte një batut. Domethënë se të kem pas strategji se ta them atë batutën që Gerta e kishte thënë lart e poshtë në mbledhje, poshtë e lartë e poshtë. Tani mua më shpëtoi ajo batuta kështu, po nuk është ishte strategji tash, strategji ti thua Gertës ashtu. Gerta që po ishte strategji nuk do të ta kishte thënë, Niko. Mund të përdorte diçka tjetër. Jo, Gerta që kur javën e parë tha unë kam fituar Big Brotherin, kështu që se di çfarë Big Brother ka fituar ajo, po. Jo këto. Nëse. Këto jo. Ajo do vi. Po, ashtu tha dhe Xumi do fik dritat. Ajo do vi një tjetër Big Brother për ta fituar. Se bëhet fjalë. Duhet ta shohim tani deri në finale se nuk i dihet asnjëherë. Un kam dëgjuar se mbas disa vitesh do jemi Arbër Çepani, Niko. Do best. Ajka. Edhe do shkojmë atje. Do prap, po. Edhe do flirtoni me njëri tjetrin. Do jemi një treshe e mirë. Tani Valbona, duke qenë se po i drejtohemi fundit, si mendon se do të ndryshoj tashmë që ke dal nga Big Brother, jeta jote, flas edhe profesionalisht po edhe personalisht. Domethënë ose çfarë ka ndryshuar më saktë?
Jeta e disa e bukur më duket jeta tani. Si pa gjumë që je. Dëgjoj, fakti që un kam 48 orë pa gjumë, do thotë që un kam dalë me një energji shumë të madhe nga ajo shtëpi edhe besoj që do t'i mbash motorët ndezur. Pa diskutim që po. Nuk ato janë ndezur që me datën 21 dhjetor dhe nuk e di kur do fiken më, sepse ka qenë një ndezje që kam përshtypjen që nuk ka njeri që i fik më, kështu që mos më dalë njeri përpara. Pa diskutim Jonit që un pres që të më ndodhin gjëra të bukura. Kam vendosur që un mos të vuaj më, mos i përjetoj gjërat siç i kam përjetuar pak kohë më përpara. Pasi 4 vjeçari që kam lënë pas ka qenë shumë i vështirë për mua, si në jetën personale, si në jetën familjare, si në jetën profesionale. Kështu që shpresoj që ka ikur edhe të rikthehet tashmë. Ky vit të jetë një vit i mbushur me plot surpriza edhe gjithmonë duke bërë gjëra të bukura dhe gjëra që lën gjurmë, ashtu siç di vetëm Valbona Mhilli ti bëj këto. Dhe gjithashtu të jetë viti im ky vit. Ta urojmë këtë. Dhe shumë suksese Valbona. Përpara se ta mbyll këtë bisedë, unë sinqerisht me plot zemër dua të falenderoj gjithë produksionin e Big Brother VIP Albania 4, të cilët kanë qenë me një përkujdesje të madhe ndaj nesh, sepse ne vërtet bënim debate, ulërisnim, gërthisnim, a thut se çfarë ishim, po kemi qenë shumë delikat nga anët e tjera që e disa shpesh sëmureshim. Po, Jonida, jeni smurur shumë këtë vit. Nga 97 ditë të Big Brother VIP Albania 4, Rozana Radi 90 ditë ka qenë e smur. Kështu që edhe smuri shkon në krevati, pra. Kështu që kanë pasur një durim shumë të madh me ne, kështu që faleminderit shumë për çdo gjë, faleminderit ata të cilët më zgjodhën, më besuan. Fillimet për të nisur rrugtimin në Big Brother VIP Albania 4, me thënë të drejtën, unë kam qenë pak skeptike për arsyet e mia familjare, personale gjithashtu, por që faleminderit që the po. Faleminderit atyre që ma propozuan edhe faleminderit që Zotit që thash po, edhe jam shumë e lumtur që provova këtë rrugtim që është e di si ka qenë për mua. Për mua ka qenë si një jetë reale. Sidomos nëse përshkruaj tamam një reality. Jo, vitet e fundit unë kam pasur vetëm sulme. Domethënë, ka pasur disa ditë qeta, pastaj sulme sërish, pastaj përballje, krisje miqësish, krisje ndjenjash, po krisje tradhti. Domethënë ka qenë dram, komedi, çfarë nuk kishte. Kështu që ka qenë një eksperiencë dhe shumë e vlefshme për mua. Që vetëm Big Brother ti jep arbrit di shumë mirë, po në kohën e arbrit këta kanë qenë shumë të qetë me motor. E di shpirt se kam qenë aty. Po, nuk kemi qenë bashkë, Kemi qenë të qetë. Bona të urojmë shumë suksese, faleminderit. Ishte një intervistë të intensive dhe të këndshme që kemi pasur më bukur nga asaj. Tani dua të them diçka se Niko. Shpresojmë shumë që intervista e radhës të jetë me një projekt tondin që mund të kesh për ta prezantuar, kështu që. Unë dua të them diçka për Nikon. E falenderoj. Që të ka bërë meme. Jo, e falenderoj shumë sepse unë kam një mikesh që Nikon e do shumë, edhe unë nëpërmjet mikeshës time kisha arritur të dashuroj Niko Komanin. Thank you Niko. Kemi lajme për pak. Mbështetjen edhe jam i lumtur që isha sot të takova. Kështu që Çebani ti di që unë të dua. Edhe unë shpirt. Një deklaratë shumë e fortë kjo në studio. Kurse gocat ju jeni të mrekullueshme. Faleminderit shumë Valbona, shumë suksese. Dëgjohemi të mërkurën tjetër dhe kalofshi sa më mirë deri atëherë. Ciao.